Në anën tjetër, këtu, ka një rrezik serioz, me këtë rezultat, Lidhja Demokratike e Kosovës me hi në ingranazhe me lëvizjen vetëvendosje. Por duhet të dinë që një veprim i tillë e don përfundimisht Lidhjen Demokratike të Kosovës. E don përfundimisht Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sepse me këtë rezultat s'ka fuqi së LDK. S'ka fuqi. Sepse në 20% ka qenë matematikë, kur farë matematike so. Te po dhosh një lloj riprodhimi 2021. Absolutisht. Përpos. Nëse ai, zoti Kurti vendos atë diçka. Se kam derë që po ndaj pushtet, sepse kam synimin me zhduk nga skena politike Lidhjen Demokratike të Kosovës. Me përbi. Me përbi. Dhe me mërrit të synimi i tij, që hapi i paru konë me Rakëja, që ka në këtë studje e ka elaboru zoti Ramaboja, bjen Rakëja fillimisht, hje këtë një, mesin LDK PDK-VV, duhet me koalicion Erdzën VV dhe mesin dy forca politike në Kosovë, VV dhe PDK, dhe këto shtyhen. Ermal, në kështë rezultat për LDK-n, mendoj që në vetë hiç pa hyrë te tema e koalicionit mundshëm, ka me kriju të lashe. Sepse të lashet veç kanë qenë para zgjedhjeve, zgjedhjet e kanë preventu rritjen e të lasheve në LDK. Jo, kjo rezultat është pasojë të lasheve. Po eksakt, po edhe nëse se tash ashtu kështu kemi diskutimin e kush është shef në LDK. Se ka qenë performanca e Vjosës shumë bince, ndoshta e kështu ditë, me këtë rezultat nuk ka. Edhe mundët prapë më këthy ato idetë. Zotri Hamza, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi drejt për drejt, janë nëmru mbi 90% të votave, kemi 21.5% të votave që i takojnë Partisë Demokratike të Kosovës. Si e shihni këtë rezultat? Po rezultati si përqindje është kjo që është, Partia Demokratike si përqindje ka rrit me rujt përqindjen e vetë, me gjithat kemi një abstenim të votuesit, ne du të me pas konsiderat që, këmë thonë, paraprakisht që ka pas është garë jo barabart, jo ferë, jenë përdor 100 miliona euro, për ndryshe, do më thonë, numër matë votave ka hup lëvizja vetëvendose, kishme qenë rami edhe me modhe për lëvizjen vetëvendose, mos të ishin kish përdor paroja publike dhe resurse shtetërore. Pra, ju po thoni që edhe ma keq e kish pësu nëse nuk ishin i që të pare sistemoj për me fitu vot. Po nuk ka asnjë logjik tjetër, asnjë shpjegim tjetër se ka. Zotri Hamza, falemderit shumë, i kisha knacin të bisedoja me ju, falemderit shumë. Ishte Bedri Hamza, kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, si pas paralajmërimeve, nuk do të ketë konferencë për media. Më njoftoi regjia që do të ketë vetëm komunikat, nuk